Manifestimi nuk është mbyll syt, imagjino shtëpinë e ëndrave dhe prit të vijë. Kjo është fantazi. Manifestimi real funksionon ndryshe dhe ka shkencë prapa tij. Truri yt ka një filtr, quhet sistemi retikular aktivizues. Çdo sekond merr miliona informacione, por tregon vetëm ato që mendon se janë të rëndësishme për ty. Kur bleve makinë të re, fillove t'i shikoje ato kudo, apo jo? Nuk u shtuan befas, ishin gjithmonë aty. Truri yt filloi t'i vërej. E njëjta gjë ndodh me mundësitë. Nëse truri beson se je person që fiton, fillon të shoh mindësi që janë gjithmonë aty, por nuk i shikoje kurrë. Kështu manifestimi bëhet real, jo fantazi. Hapi i parë. Shkruaj çdo mëngjes 3 gjëra specifike që dëshiron. Jo dua para, por dua 2000 euro në muaj nga konsultimet. Specifik, konkret, me të ty. Hapi i dytë. Vepro si njeriu që tashmo e ka arritur. Si do të vishej? Si do të fliste? Si do të vendoste? Sjell atë identitet tani, jo pas. Hapi i tretë, dhe ky është kyçi. Hiq çdo bindje që thot nuk është për mua. Sepse ajo bindje, jo mungesa e mundësisë, është pengu i vetëm. Nëse je skeptik, mirë. Skepticizmi është i shëndetshëm. Por provoj 21 ditë. Vetëm 21 ditë me këto 3 hapa. Pastaj gjyko. Nëse e ndjeve këtë video, shkruaj në koment, jam gati të shërohem. Të gjitha trajnimet falas, videot dhe materialet i ke në linkun në bio. Na shkruaj për çdo pyetje. Javën e ardhshme ndryshojmë temë plotësisht. Flasim për dashurinë. Dhe do të tregoj pse njerëzit që zgjedhin gjithmonë partnerin e gabuar, nuk e bojnë rastësisht. Ka një arsye të fshehur. Të hënën,